Profesor Anjull, ju përshëndes, jemi së bashku si çdo ditë me mua Ester Sula për të njohur parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Europa jugore paraqitet me reshje shiu dhe dëbore, ndërkohë Europa lindore me reshje, nga ana tjetër Europa qendrore dhe ajo e veriut me mot të qëndrueshëm. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoal, paraditja pritet me vranësira dhe reshje në shumicën e vendit, ndërkohë rebeshe priten në jug të territorit shqiptar. Përmirësim pritet vetëm pasdite. Temperaturat do të luhaten nga -1 deri në 18 gradë Celsius. Era fryn me një shpejtësi 55 km/h, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet detare Treball. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket rënit e Europës për ditën e nesërme. Europa veriore dhe ajo qendrore priten me kthjellime dhe vranësira pa reshje, ndërkohë dëbor në lindje. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoal, paraditja pritet kryesisht tek thjellët, ndërkohë pasditja me shtim vranësirash, por pa reshje. Temperaturë do të luhaten nga -2 deri në 19 gradë Celsius. Era fryn me një shpejtësi 45 km/h, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet detare dy ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoal për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend të Europës. Falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.